Dashi. Mundohuni të gjeni mënyrën e duhur për ta përballuar stresin gjatë kësaj dite, sepse gjërat do bëhen gjithnjë më të vështira dhe tensioni do ndihet her pas here. Nëse keni një lidhje, jeta juaj sentimentale nuk do jetë as pak e privilegjuar. Debatet do jenë të forta dhe të shpeshta, ndërsa ju do këmbëngulni vazhdimisht që të dalë e juaja, pa marrë parasysh mendimin e partnerit. Kjo sjellje mund të krijojë distancë nëse nuk tregoheni më të përmbajtur. Ju beqarët do joshni disa persona në ambientin e punës dhe edhe ata do flirtojnë hapur me ju. Gjërat e shumëpritura do ndodhin më shpejt se sa e kishit menduar. Në punë shpesh do keni përshtypjen sikur të gjithë po tallen me ju dhe kjo ndjenjë do ju pengojë të ecni përpara me qetësi. Mundohuni të mos i merrni gjërat personale. Në planin financiar, përpiquni vetëm të shpenzoni më pak dhe të tregoheni më të matur, sepse kështu do shmangni çdo problem. Shëndeti, stresi do jetë armiku kryesor i ditës. Mund të ndiheni të lodhur ose nervoz, ndaj është e rëndësishme të gjeni pak kohë për pushim dhe qetësi mendore. Këshilla, mos insistoni gjithmonë që të keni të drejtë. Ndonjëherë toleranca sjell më shumë fitore se sa kokëfortësia. Demi. Gjatë kësaj dite do jeni më të ndërgjegjshëm për aftësitë tuaja dhe kjo do ju ndihmojë të merrni vendime të rëndësishme pa hezitim. Për ju të dashuruarit, e sotmja do jetë tejmase e favorshme për të bërë hapa të mëdhenj në lidhje. Pranë partnerit do ndiheni më mirë se kurrë dhe zemra do ju rrah fort sa herë që të jeni bashkë. Ju beqarët do e gjeni më në fund shpirtin binjak dhe jeta juaj do marrë një drejtim krejt tjetër, më të qëndrueshëm dhe më të bukur. Në punë do ju hapen perspektiva të reja dhe do keni më shumë energji, motivim dhe dëshirë për të ecur përpara. Fati do jetë në anën tuaj gjatë gjithë kohës. Për financat nuk ka vend për ankesa, pasi gjendja do jetë e kënaqshme dhe e stabilizuar. Shëndeti, do ndiheni në formë të mirë fizike dhe emocionale. Kjo është një ditë e përshtatshme për të kujdesur më shumë për veten. Këshilla, besoni tek vetja dhe mos kini frikë të bëni hapa të rëndësishëm, sepse yjet janë në anën tuaj. Binjakët. Hëna dhe Neptuni do ju drejtojnë sot drejt rrugës së duhur dhe do ju ndihmojnë të lini pas pasivitetin e dikurshëm. Nëse keni një lidhje, jeta juaj sentimentale në përgjithësi do jetë e qetë dhe pa probleme. Do ndiheni për mrekulli pranë njëri tjetrit dhe nuk do keni arsye për ankesa. Ju beqarët gjithashtu do keni një ditë me fat dhe ka gjasa të gjeni personin që e keni ëndërruar prej kohësh. Në punë do bëni mirë të verifikoni çdo gjë para se të veproni, sepse përndryshe mund të futeni në telashe të panevojshme. Buxheti do jetë i mirë, por nëse tregoheni edhe më të kujdesshëm në menaxhimin e financave, situata mund të përmirësohet edhe më shumë. Shëndeti, gjendja do jetë e mirë, por mos e neglizhoni pushimin mendor. Qetësia është çelësi i ditës. Këshilla, mos u nxitoni në vendime. Një hap i menduar mirë vlen më shumë se disa veprime të nxituara. Daforia. Marsi do ju mbështes fuqishëm gjatë kësaj dite dhe do dini gjithmonë si të veproni në momentin e duhur. Ju të dashuruarit do kaloni çaste të qeta, të qëndrueshme dhe pa probleme. Zemra do ndihet e plotësuar dhe e sigurt. Ju beqarët do përjetoni një ditë të gëzueshme, pothuajse festive, dhe më në fund disa nga dëshirat tuaja më të mëdha do realizohen. Në punë mund të ndodhin disa situata që do ju nxjerrin nga vetja dhe do ju shtyjnë të bëni gabime. Do tentoni t'u ahidhni fajin kolegëve, por në fakt përgjegjësia do jetë më shumë e juaja. Në planin financiar nuk do jetë e nevojshme të bëni kufizime, sepse yjet do kujdesen për ta mbajtur situatën të lehtë. Shëndeti, emocionet e forta mund të sjellin lodhje. Mundohuni të ruani qetësinë dhe të mos reagoni me nervozizëm. Këshilla, pranoni gabimet tuaja dhe mësoni prej tyre. Kjo do ju ndihmojë të ecni më përpara. Luani. Mundohuni të shmangni impulsivitetin gjatë kësaj dite, sepse përndryshe rrezikoni të dilni të humbur. Nëse jeni në një lidhje, bashkëpunimi me partnerin do jetë i shkëlqyer dhe harmonia do mbizotërojë. Do bëni shumë njerëz ziliqar, por askush nuk do arrijë t'ju prish qetësinë. Ju beqarët do keni një ditë plot surpriza, njohje të reja dhe madje edhe ndryshime të papritura.
Në punë do mbizotëroj shpirti analitik, por duhet të tregoheni të kujdesshëm me personat që do ju afrohen me qëllime miqësore. Financat nuk do jenë as pak të këqija dhe kujdesi që keni treguar kohët e fundit do jap frytet e veta. Shëndeti, energjia do jetë e mirë, por mos të teproni me lodhjen fizike apo nervore. Këshilla, ruani vetë kontrollin. Qetësia është arma juaj më e fortë sot. Virgjëresha. Asgjë nuk do jetë e lehtë gjatë kësaj dite dhe për këtë arsye do ju duhet të dyfishoni përpjekjet. Për ju të dashuruarit, e sotmja do jetë shumë e paqëndrueshme. Herë do dashuroheni me pasion të nxitur nga Venusi, e herë do debatoni ashpër në ndikimin e Plutonit. Ju beqarët duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm, sepse personat që do ju afrohen nuk do jenë të përshtatshëm për një lidhje afatgjallë. Në punë do ju duhet të ndryshoni rrënjësisht mënyrën e veprimit për t'ia dalë mban. Nëse qëndroni në vend dhe nuk përshtateni, gjërat do bëhen edhe më të vështira. Në planin financiar do përjetoni disa tronditje të vogla për shkak të shpenzimeve të domosdoshme. Shëndeti, luhatjet emocionale mund të ndikojnë në gjendjen tuaj fizike. Kujdesuni për veten dhe shmangni stresin e tepërt. Këshilla, fleksibiliteti është çelësi i suksesit. Ndryshoni qasje dhe mos u kapni pas një rrugë të vetme. Peshorja. Gjatë kësaj dite do dini t'i menaxhoni shumë më mirë emocionet dhe do keni më tepër besim tek vetja, gjë që do ju ndihmojë të merrni vendime më të qarta. Për ju që keni një lidhje do ndodhin ndryshime të njëpasnjëshme dhe jo të zakonshme. Përgatituni për emocione të forta, ndjenja të thella dhe momente që do ju bëjnë ta shihni marrëdhënien me sy tjetër. Edhe për ju beqarët kjo do jetë një ditë e begat, pasi do keni mundësi të realizoni takimet që i keni ëndërruar prej kohësh. Zemra do ndihet më e qetë, më e gëzuar dhe më e hapur ndaj ndjenjave të reja. Në punë organizimi do ju çojë drejt suksesit. Do tregoheni shumë të kujdesshëm në çdo hap dhe nuk do I lini gjërat në dorë të rastësisë. Kjo qasje do ju ndihmojë të shmangni gabimet. Financat do mbeten të kënaqshme. Shfrytëzojeni këtë periudhë për të paguar faturat apo detyrimet e muajit, sepse më vonë mund ta keni më të vështirë. Shëndeti, gjendja do jetë përgjithsisht e mirë, por do ndjeni nevojë për qetësi mendore. Kujdesuni për balancën emocionale dhe shmangni lodhjen nervore. Këshilla, besoni më shumë tek intuita juaj, por mos harroni ta shoqëroni atë edhe me logjikë. Akrepi. Venusi dhe Marsi do e bëjnë jetën tuaj më intensive sot dhe do ndiheni të përmbushur shpirtërisht. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia me partnerin do jetë më e ngrohtë dhe më e afërt, edhe pse në disa momente mund të lindin debate të vogla. Fal maturisë dhe qetësisë suaj, çdo situatë do zgjidhet pa u përshkallëzuar. Ju beqarët nuk duhet të rreshni së joshuri, sepse kjo do jetë dita juaj me fat dhe mund të ndodhin takime mjaft premtuese. Në punë do keni shumë ëndra dhe synime dhe do dëshironi t'i realizoni sa më parë. Posti aktual nuk do ju përmbush dhe do kërkoni diçka më sfiduese. Gjendja e të ardhurave do varet drejt për drejt nga mënyra se si do I menaxhoni. Nëse tregoheni të pakujdesshëm, mund të hasni vështirësi. Shëndeti, energjia do jetë e lartë, por shmangni stresin e tepërt. Pushimi dhe relaksi janë të domosdoshëm. Këshilla, mos merrni vendime impulsive, sidomos në planin financiar. Shigjetari. Hëna do ua bëj ditën më të veçantë sot dhe do bini në sy për shumë arsye. Do jeni shembull për të tjerët në mënyrën se si silleni dhe veproni. Për ju të dashuruarit, kjo do jetë një ditë shumë pasionante, e mbushur vetëm me emocione pozitive. Do doni që dita të mos mbaroj kurrë. Ju beqarët do shkëlqeni dhe do merrni propozime të shumta. Me që do ju jepet kjo mundësi, mund të bëni zgjedhje më të kujdesshme për të gjetur personin e duhur. Në punë nuk do jetë e nevojshme të bëni përpjekje të mëdha për të rënë në sy, sepse aftësitë tuaja do flasin vetë. Të gjithë do ju kërkojnë këshilla. Me shpenzimet duhet të tregoheni shumë strikt, sepse nesër mund të gjendeni përballë një situate më të vështirë. Shëndeti, do ndiheni energjik, por mos të teproni me lodhjen fizike dhe mendore. Këshilla, mos u tundoni nga shpenzimet e panevojshme, edhe nëse sot ndiheni të sigurt.
Britsjapi. Gjatë kësaj dite do ishte mirë të bëni një bilans të jetës tuaj dhe të merrni disa masa për të ardhmen. Ju të dashuruarit do merreni vesh për çdo gjë me partnerin dhe mes jush nuk do lind asnjë keqkuptim. Pasditja dhe mbrëmja do jenë edhe më emocionuese dhe më të ngrohta. Ju beqarët do keni më tepër besim tek vetja dhe me pak përpjekje do arrini ta bëni për vete personin që do ju pëlqejë. Në punë bashkëpunëtorët do ju nxisin të reflektoni dhe të merrni më shumë përgjegjësi për veprimet tuaja. Kjo do ju bëjë ta vlerësoni edhe më shumë veten. Financat do jenë të qëndrueshme gjatë gjithë ditës dhe nuk do ju shkaktojnë asnjë problem. Shëndeti, gjendja fizike do jetë e mirë, por do ndjeni nevojë për pushim mendor. Këshilla, reflektimi i sotëm do ju ndihmojë të bëni zgjedhje më të mira nesër. Ujori. Ecni me fakte sot dhe jo kuturu, nëse nuk doni të gaboni. Ju të dashuruarit do jeni disi misterioz dhe të vështirë për të kuptuar, gjë që mund ta bëjë marrëdhënien delikate në disa momente. Mundohuni të komunikoni më hapur. Ju beqarët do filloni më në fund lidhjen serioze që e keni ëndërruar prej kohësh. Në punë ka shumë gjasat ju realizohet një projekt i rëndësishëm që e keni pasur prej kohësh në mendje. Pa shumë sforcim, gjërat do ecin për mrekulli. Buxhetin do dini ta menaxhoni me kujdes dhe situata financiare do jetë e kënaqshme. Madje do arrini të hiqni edhe disa para mënjan. Shëndeti, do ndiheni mirë, por shmangni mbi ngarkesën mendore. Këshilla, komunikimi i sinqert do ju shpëtojë nga keqkuptimet e panevojshme. Peshqit. Sot është e rëndësishme të ecni me plane dhe prioritete të qarta, sepse nuk do keni shumë kohë për të marrë me gjithçka. Nëse keni një lidhje, asnjë planet nuk do ketë ndikim të drejtë për drejtë, ndaj gjithçka do varet nga sjellja dhe mirëkuptimi mes jush. Mundohuni të mos mendoni vetëm për veten, sepse rrezikoni të lëndoni partnerin. Ju beqarët do pranoni një propozim të bërë kohët e fundit dhe kjo do sjellë një ndryshim të madh në jetën tuaj. Në punë do fryjë një fllap ndryshimi dhe do ndiheni më të vlerësuar e më të plotësuar. Shefat do ju japin më shumë rëndësi. Financat do përmirësohen ndjeshëm dhe kjo do ju bëjë të ndiheni më të qetë dhe më të lumtur. Shëndeti, gjendja do jetë e mirë, por mos e neglizhoni pushimin dhe gjumin. Këshilla, organizimi dhe qartësia do jenë çelësi i suksesit tuaj sot. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.